Pas largimit nga ferma VIP, Fabiola Eleza ka reaguar për herë të parë kur foli hapur për eksperiencën e saj në reality show, raportin me Adin dhe debatet që shoqëruan qëndrimin e saj në fermë. Ish-banorja e përshkroi eksperiencën si intensive me ulje ngritje emocionale, ndërsa theksoi se e ka marrë më shumë se sa ka dhënë gjatë rrugtimit të saj në format. Ferma ishte eksperiencë e bukur, disa momente ishin jo të bukura, por më shumë kam marrë se sa kam dhënë aty. Duhet të digjesh që të jesh një yll, unë u dogja, u poqa, u shpreh Fabiola. Ajo ndaloi edhe te raporti me Adin duke mohuar se afrimiteti i tyre ka qenë lojë për kamerat, pasi sipas saj gjithçka ka qenë reale dhe është vazhduar edhe jashtë formatit. Për mua ka qenë reality pastaj show. Vetëm 10% të gjërave i kam bërë për show, të tjerat kanë qenë reale. Dolëm jashtë dhe e vërtetuam, tha ajo. Fabiola komentoi edhe debatet që çuan në largimin e saj nga shtëpia, duke sqaruar se reagimi i saj nuk kishte lidhje personale me moderatorën Arbana Osmani. Nuk e kam pasur me Arbanën, personi të parë që do më drejtoj nga studio doja thoja atë fjalë. Arbana përderisa nuk është personazh brenda, nuk kishte pse të hynte në debat sepse përfshiu miqtë e saj, deklaroi ajo. Në të njëjtën intervistë, ish-fermerja tregoi se gjendja e saj psikologjike gjatë qëndrimit në fermë kishte qenë e rënduar. Kur kam hyrë aty kam menduar që fermerët i kanë disa procedura kontrolli. Aty më është dashur t'i them njerëzve mos shani. Kam qenë shumë keq psikologjikisht, por shqyqur që dola dhe jam shumë mirë jashtë, u shpreh Fabiola. Ajo pati gjithashtu një reagim edhe ndaj Ermal Mamaqit pas publikimit të një videoje të saj në rrjetet sociale. Të merresh me një vajzë 23 vjeçare, ndërsa një gruaje tjetër që tha të njëjtën fjalë i the bravo, sa ajo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.